Mirëmbrëma dhe mirë se vini në War Report, do të jemi së bashku në këtë transmetim të drejt për drejt televiziv për CLTQ, të rehat më të fundit nga konflikti në Europën lindore mes Ukrainës dhe Rusisë, ku duhet thënë se ka qenë një fundjavë e rëndësishme dhe intensive e negociatave, raporteve nga inteligjenca amerikane, por gjithashtu edhe një fundjavë e rëndësishme sa i përket sulmeve dhe deklaratave të bëra nga palët. Një prej sulmeve më të rënda ishte ai i mëngjesit të kësaj të hënë, ku dyshimet paraprake flasin se Ukraina ka vrarë një general të lartë në një sulm të koordinuar në mes të Moskës. Pamjet e publikuara kudo në mediat ndërkombëtare kanë treguar shpërthimin e ndodhur pikërisht në automjetin e këtij generali të quajtur Fanil Sararov, i cili ndroi jetë në orët e para të së hënës, pasi në momentin që hyri në automjetin e tij pati një shpërthim të drejtë për drejtë. 56 vjeçari kishte qenë i përfshirë në ushtrinë ruse dhe ka mbajtur një pozicion të rëndësishëm sa i përket drejtimit të batalioneve ushtarake. Janë këto pamjet e shpërthimit të automjetit të tij, një model Kia i automjetit i cili ka shpërthyer nga vendi i ngjarjes, ndërkohë që në rrjetin social X ka pasur një sër fotosh të publikuara. Ekipet e hetimit kanë qenë në zonë menjëherë pas raportit për sulm, siç e thash, kanë qenë orët e para të mëngjesit të kësaj të hënë, ndërkohë në X është publikuar edhe fotoja e generalit të vrarë, i cili ka qenë drejtuesi apo kreu i departamentit të trajtimit operativ të forcave të armatosura të Rusisë, i përfshirë në disa operacione të ndryshme ushtarake. Ndërkohë kamerat e xhirimit kanë mbërritur në zonë sigurisht me zbardhjen e ditës, duke treguar kështu edhe të gjitha provat që janë marrë nga hetuesia ruse. Moska nuk ka bërë ende një deklaratë zyrtare nëse bëhet fjalë zyrtarisht për një sulm të kryer nga Ukraina, megjithatë Kievi njihet për këto rekorde, pasi përgjatë 3 viteve luftë mund të numërojmë 8 apo 9 general të lartë forca ushtarake të Kremlinit, të cilët kanë qenë të vrarë në operacione të cilat kanë qenë nga inteligjenca e Ukrainës, të koordinuara mjaft mirë, duke përdorur edhe qytetarë të cilët kanë sabotuar Kremlinin apo qoftë vendin e tyre, duke u bërë agent të fshehtë të Ukrainës.